Kryetar, të nderuar kolegë deputet, i nderuar ministër, projekt ligji për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës i propozuar nga Qeveria e Kosovës, i cili ka opinionin ligjor të përputhshmërisë dhe ligjshmërisë së Bashkimit Evropian, është i hartuar në mënyrë të duhur dhe i përmban dispozitat e nevojshme, duke filluar nga përcaktimi i organizimit të detyrave dhe përgjegjësive të agjencisë për krahasim dhe verifikim të pronës. Është ky projekt ligj si obligim që del nga marrëveshja ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi misionin e BE-s dhe sundimit të ligjit në Kosovë. Projekt ligji ka për qëllim zgjedhjen dhe vendosjen e kërkesave që kanë të bëjnë me pronat e paligjshme private, bujqësore, komerciale dhe të bashkësive fetare. Përmes këtij projekt ligji bëhet krahasimi dhe dallimi në mes të dokumenteve katastrale origjinale, të cilat i ka marrë autoritetet e atëhershme serbe nga Kosova, të thotë para vitit 1999, përkatësisht në periudhën ndërmjet 27 shkurtit të vitit 1998 dhe të 20 qershorit të vitit 1999. Edhe këto dokumente katastrale që janë aktuale në vend edhe që ekzistojnë një mos përputhshmëri në mes të tyre sa i përket pronave të paligjshme. Këto çështje do të rregullohen dhe vërtetohen përmes organizimit me rastin e formimit të agjencisë në kuadër të cilit do të jetë bordi mbikëqyrës, sekretaria ekzekutive, komisioni për kërkesa dhe komisioni për verifikim dhe vendosje. Me procedurat që do të zhvillohen për vendosjen e këtyre rasteve do të konstatohen dallime dhe vërtetohen mospërputhjet e dokumenteve origjinale me gjendjen aktuale sipas dokumenteve katastrale të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, parashihen edhe procedurat ankimore lidhur me vendimet me rastin e konstatimit real të fakteve dhe tërë kjo procedurë zhvillohet përmes ankesave dhe në instanca gjyqësore përmes Gjykatës Supreme të Kosovës, që mendojnë në këtë drejtim duhet bëhen ndryshime dhe se procedura ankimore duhet të rregullohet në procedurë administrative, pastaj të kalohet në instancën e Gjykatës Supreme të Kosovës, e që mendoj që gjatë amandamentimit kjo çështje do të rregullohet. Duke vlerësuar se ky projekt ligj është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm për zgjidhjen e rasteve të përmendura më lart dhe se do të rregullojë një sferë të rëndësishme, unë përkrah në parim miratimin e këtij projekt ligji. Ju falenderoj.